ty? Po, tani është parë qartë edhe nga banorët, se si jemi përballur këto ditë mbas kësaj ndarje, po themi, në lojë. Dhe do thoja që asnjë nga këto banorët këtu nuk e besonte që është kështu e vërteta. Kështu është e vërteta, o Rogert, ja, jemi të ndarë, që ta dish. Dhe unë jam ndarë dhe kam ngelur pa keq nga kjo pjesë, sepse nuk më është thënë në sy që ne do ta bëjmë lojën se cilin vete do bëj se cili lojën e tij. Dhe unë këtë e prisja në çdo moment, sepse në çdo moment që ndodhte diçka në këtë shtëpi, i thoja dhe e pyesja, jemi bashk apo nuk jemi bashk. Ndërkohë, ndodhja që ndodhi, thikat mas shpine, bëri lojën e saj në interesin e saj, të vazhdoj vetëm, i uroj fat dhe ja ku jemi këtu ballë për ballë, kaq. Selin? Po, atëherë Ledion, do ta filloj nga pikat që më prekën pak më shumë. Dua t'i them Rogertit që të mos shqetësohet për familjen time, sepse për sa kohë jam përgjegjëse për veprimet e mia, familja ime është shumë rregull me mua, kështu që Rogert ti kujdese për familjen tënde, edhe për fëmijët e tu. Për pjesën e Mirit e kam ditur dhe kam shkruar edhe te dhoma e rrëfimit që me zor po prisja prajmin e sotëm, sepse isha shumë e sigurt që Miri çfarë nuk ishte folur për mua, kudo që eca në shtëpi dëgjoja emrin tim Selin. Dhe sa për pjesën që Gimbo ishte në gjumë dhe ne patëm të kontaktin sipas Miri që shqyr që ishte Gimbo në gjumë që ne patëm të kontaktin, ishte për pjesën që Miri në çdo cep të shtëpisë, nëse deri para disa ditësh fliste vetëm për lojën, tani flet vetëm për emrin Selin dhe thash tani tingëllon emri më bukur se sa të gjitha thashë themet që bëhet dikur. Sa për pjesën, mirë nuk të ndërpreva, në një sekundë, nuk të ndërpreva, sa për pjesën e radios, më vjen shumë keq që pas ka marrë si një ftesë nga Arditi, sepse me Besprema nuk do vinte, po pas ka harruar që me Arditin bashkë me moderatorë kam qenë dhe unë një besprer, po përkundazi ishte një mundësi për Mirin, ishte një mundësi për Mirin që të ishte disa minuta shtes, vetëm për vetëm me publikun, për pos fakti që tu ka 24/7. Për fjalët e tjera nuk po ditem, kam pritur nga Miri që do kishte këtë qasje. Kur ditën kur Miri do më kthej përgjigje se cili është fryti i strategjisë sonë dhe lojës sonë të përbashkët, atë ditë unë do ta kuptoj që unë vërtet i pas kam ngulur thikën pas shpinën e Mirit dhe pas kam vepruar në mënyrë shumë të gabuar. A mund të them diçka po? Po. Atëre e para punës unë nuk flas në shtëpi vetëm për Selinin, po ky këtu ishte një insert që ishte për temën me Selinin. Se ja ku janë gjithë banorët dhe ne nuk kemi fare biseda vetëm për Selinin. Me Arditin e kam dëgjuar, me Stenaldën te 5G-ja, me Markun duke shpjeguar historinë e krevatit, me Rogertin për ditë. Mua më pyesin, me Tanin e kam dëgjuar. Kudo që eci në përshpit ty s'ka fut goja, kena dhënë ne hipotezat, kështu që ty fare s'ka përmend. O Ledion, a mund të flasim si njerëz apo do të flasim si për një tjetër? Dhe i ke lut tip. Ledion, lutem, o Ledion, të lutem, kam dëgjoj Mirin, të lutem. Selina, mund të flasun? Po patjetër. Nëse flet ti, mund të flas unë si për te. Që ta dish. Atëre, le të gënjej, çka? Atëre. Unë në këtë shtëpi nuk flas vetëm për Selinin. Unë në këtë shtëpi flas për shumë biseda të tjera, ja ku janë i gjithë grupi që jemi këtu dhe bëjmë biseda. Unë për Selinin nuk flas në asnjë moment, vetëm më pyesin për Selinin, se janë të interesuar, është normale. Jemi këtu brenda, janë 60 ditë që unë kam qenë, ka mundësi më të mbaroj. Dhe kemi 60 ditë që unë rri me Selinin dhe bëjmë lojën me Selinin, normalisht ka interes për gjithë banorët që janë këtu, edhe këta që kanë ardhur nga jashtë, dhe ata që kanë parë nga jashtë edhe më pyesin këtu brenda se si ndjehem unë, si është situata, çfarë po bëjmë, se edhe nuk janë akoma të bindur që ne jemi të ndarë në këtë lojë. Kështu që ai insert ishte vetëm për ty, jo e gjithë koha, jo e gjithë koha që ne jemi dhe jetojmë këtu, flitet për ty. Në asnjë moment nuk kam hapur muhabet për ty. Thjesht vetë më pyesin. Ja ku i ke gjithë dhe unë ja përgjigje. Rregull. Sa Ledion dua të thoj edhe një gjë tjetër, për pjesën që unë Mirin pas kam njohur nga jashtë dhe kam ditur sa potenciali, më vjen shumë mirë që në prajmin e kaluar ne patëm diskutimin Stenaldo në publicitet u shpreh që Selini i ka interesuar të rri me Mirin, sepse Selini nuk ka qenë aq e famshme kur ka ardhur në shtëpi dhe Miri ka qenë i famshëm dhe ka dashur të përfitojë nga fama. Ma ke thënë vetë Selini. Mirë, po gënjen se nuk ka mënyrë, ja kam thënë një tjetër mënyrë, ja një sekondë mbaron se s'ka mbaruar. Dhe më vjen keq që Miri pas ka menduar që qëndrimi im me Mirin pas ka qenë për famën që Miri pas ka patur jashtë. Por nuk pas ka qenë sepse Selini ishte një vajzë inteligjente dhe Miri e dinte nga dita 1 që loja do të jeste shumë mirë.
Unë e di që do me se shumë i Lojën e kam hapur unë. Lojën e kam hapur unë. Selin, ti a e gjen Mirin kontradiktor, pra që ka një mungesë koherente mes gjërave që thoshte diku? Po patjetër, çfarë do thotë? A mendon, beson realisht atë gjën që i ke thënë, po flas Miri? Po, fal, okay. A beson atë gjën që i ke thënë Kristit që loja e Mirit ka qenë vetëm ajo e krevatët? Po. Loja ime ka nisur nga krevati, po gjithë loja e Big Brother i mirë loja jote kush ishte? Ky është mendimi im, loja Mirit, do sa jam fare lexuese e mirë kësaj loje, kjo është pikpamja ime, kaq. Kjo është e rëndësishme. Loja Mirit është përmirësuar që momentin që është shput, sepse po bën batuta, në fakt po rrin me njerëz që në fakt edhe respektojnë si njerëj dhe njëkohësisht edhe si lojtar. Argumenti i Selinës, që ky nuk di me është pasaj një farz nga ana Selinës. Loja Selinës, këto janë ne në një grup që nuk i kanë as votat. Në fakt Miri ja tregoi zgjut dhe ka ardhur këtej kanë. Robert, mos po çote grupe se do ta diskutoj pas pak atë. Loja Selinës për Mirin, Selin me zor po pret që Gimbo t'ikin nga shtëpia dhe pozicionohet të Miri edhe një herë tjetër. Dhe në fakt e ka shprehur a mënyrë shakajet apo jo. Ku po bëni modin. Ku e kishim pas gjithë të fat. Sa i përket Selinës. Okej, Robert, të të bëj një pyetje, se ti thuaj që Selin mezi po pret që ti ke Gimbo të pozicionohet prapa për Mirin. Të bëj një pyetje, Miri gjatë këtyre ditëve ka bërtitur vazhdimisht me të madhe që unë nuk bëhem me besprera, pra me ato njerëz të cilët më kanë tradhtuar besimin. Në këtë rast, si e mendon ti, Robert, nëse ndodh që Selin të doj të afrohet prap me Mirin, Miri e pranon, pra do dali sërish kundër shtime fjalët që ka thënë? As nuk bëhet flas. Miri me zore pret që kjo të ndodhin, sepse Miri do rregullojnë relatat në atë moment. Edhe do luajnë vetëm kartën e diplomacisë pastaj. Qartë, atëherë dua të di pak opinionin e Arbrit edhe Monikës. Monika po e nis me ty. Selin është gabim. Shiko, nuk ka si gjë të keqe të mendosh ndryshe nga që mendon ti Selin. Të pëlqen apo s'të pëlqen, 60 ditët e lojës tënde në Big Brother i ke pas me Mirin në krah. Fiks. Kështu që nuk mund ta mohosh këtë gjë. Fiks. Mos më njose. Edhe ajo i ka hedhur poshtë gjitha. Jo, ta mbaroj pak mendimin tim. Sigurisht që ditën e shtunë në prajmin e kaluar, lëndimi i Mirit ishte shumë i madh për shkak sepse vetë mënyra dhe prerja me thike marrëdhënies së Selin me Mirin në shpellë sillte një lloj, po themi, një lloj pabesie në lojë. Nuk e quaj pabesi në ndjenja, po e quaj pabesi në lojë që atë ju e ndërtuat të dy bashkë nga fillimi deri në fund, duke u përballur me gjithë shtëpinë dhe në një farë mënyre të gjithë njerëzit që hynin në shtëpi nga jashtë, apo që ishin pjesëtar të pjesë të lojës, merrnin vëmendje duke u përplasur me ju të dy. Të pëlqen apo s'të pëlqen, Selin ti u rritë nëpërmjet lojës Mirit. E tha dhe Senaldo, ja ka thënë para ca ditës që Miri nuk është se hynte si një njeri anonim në lojë, ishte një njeri që kishte karrierën e vet. Sigurisht që ti vije nga një brez komplet i ri, me një eksperiencë, po themi shumë të mirë, por shumë të shkurtër për gjysma moshës Mirit, po s'ka si gjë të keqe ajo. S'ka si gjë të keqe, mosha nuk të prishte punë ty para 60 ditëve. Ndërsa sot të prish ka punë mosha. Selin, para 60 ditëve nuk ishte problem që Miri ishte 23 vjet më i madh se ty. Ndërsa tani të prish problem. Kështu që duhet të rish konsistente në gjërat e tua që thua. Nuk ka asgjë të keqe. Selin, ta mbaroj unë mendimin. Selin, nuk ka asnjë gjë të keqe që ti të përfitosh ka marrëdhënia jote me Mirin për të qenë në lojë, për të kuptuar skemat e lojës, për të qenë prezente për publikun dhe për të qenë në një farë mënyre dhe lider në grupin tënd që ti ke pranë sot. Dhe nuk shikoj përsëri asnjë gjë të keqe që ti në një moment të caktuar do të ndahesh nga krevati, sepse s'ka asnjë gjë të keqe edhe nga Miri, sepse ti kishe disa sinjale, kishe Gretën, kishe letrën e babait, kishe vllajën tënd që të bëjë lojën vetëm. Dhe përsëri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Dhe ajo që unë mendoj dhe që e shikoj në një këndvështrim tjetër, mendoj që mënyrën se si ti e zgjodhe, tak fakt, pra me një herë ty Miri në shpellë dhe ti për një herë i thua Mirit
ik, se unë nuk të dua më dhe ti a ke ndjenja për mua, sepse pyetja që ti i bëre në prajmin e kaluar, të menjëherë Mirit, a ke ndjenja ti Miri për mua? Është përveç se është shumë provokative. Ka dhe disa dilema të këty. Po është provokative sa ishte fjalia e Mirit që ti me këtë moshën e thyrë ke ndar krevatin, apo jo Monika? Po sepse dhe ti e thyeve Miri. Po është provokative sa ishte qasja e Mirit kundrejt meje, ishte dhe ime kundrejt Mirit. Sepse ti nuk e ndave krevatin me Mirit. Jo, po Miri nuk ka ardhur ndonjëherë në 60 ditë, një sekond. Miri nuk ka ardhur ndonjëherë në 60 ditë për të ardhur për të sqaruar me mua punën e krevatit. Po zgjodhi një moment që u ndje i thyer dhe i prerë në besë. Po meqense Miri nuk ka qenë dot përgjigje ti si opinioniste, mund të ndihmosh të më thuash nga kjo strategjia jon, cili ka qenë fryti i strategjisë sonë, në cilin moment unë kam bërë si ka thënë Miri. Se unë me Mateon jam shoh, me Kristin jam qenë si jam dashur, me Majkën jam qenë si kam dashur, me Rogertin jam qenë, Rogertin ka thënë mos i fol fare, po Mateon ka thënë mos ri, Kristin mos i beso. Ne nuk do shpikim rrotën, Selin, 60 ditë. Selin, Monika, mund më kthesh përgjigje cili është fryti i strategjisë time dhe Miri në këto 60 ditë? Ja pra. Strategjia jote. Unë shikoj që ti je një lojtare shumë e fortë. Jo, brenda shtëpisë. Që do të thonë, unë dhe Miri këtu zonën jashtë, kë zonën keq, Jo, më jo, ç'është për fjalë e Big Brotherit kaq. Po fryti ky pra, ti je një lojtare shumë e fortë në shtëpi. Nëse ti nuk do kishe lojë, po patjetër. Por patjetër. Po pra, okay. Po patjetër, por mos haro dhe një gjë. Por mos haro dhe një gjë tjetër. Që unë Mirit kemi nxjerrë Lore, Selin, Lornën, po pra. Po jo, Selin, mos haro një gjë tjetër. Ja ta mbaroj, Arbrin, të lutem, fal. Selin, ka dhe një gjë që ti duhet ta kuptosh. Ti vërtet mund të mendosh kështu, por ka një gjë tjetër, ajo që ti e thua me bindje të plot fryti i lojës. Fryti i lojës, sa herë ti ke kërkuar diçka Mirit për ta bërë lojën, sipas teje Mirit ka ardhur mbas avazit. Ama ta mbaroj pra, Selin, ta mbaroj. Por ama kur një herë Mirit kërkoj që votat e shpellës të ishin për në interes të Mirit, që i duhesh të loja jashtë shpellës, pra për Bebixhi, ti shkove dhe të 6 votat e tua. E parë njërë nuk ka qenë kërkesa e tillë. E dyta ka qenë e parë. Okej. Jo, nuk ishte kështu, nuk ishte kështu. Nuk e kuptova. Lere flasi. E para, ne kemi patur shumë diskutime me Mirin për të rënë në të njëjtin mendim, dhe unë kam qenë her pas here ajo dhe Miri ka shprehur dhe ju e keni komentuar që unë nuk kam bërë si ka dashur Miri. Por Mirit kur i kam kërkuar unë diçka, gjithmonë ka bërë si ka dashur unë. Por ama, asnjëherë Miri nuk e ka patur me do e mos të bëj si të dua unë, sikundër unë nuk e kam pas me patjetër dhe kam bërë sipas dëshirave të mia. Kacapari me burjeve kacapari me konoskuar një kontratë themi morale, Nuk kemi bërë kontratë bashkë. Nuk ka qenë të lutem është bashkëpunim. Është bashkëpunim. Pra, jo, po kujdes. Nuk ka qenë. Po thuaj gjatë vërteta. Thuaj gjatë vërtetë, jam shumë i qetë, më i qetë. Jam shumë i qetë. Jam shumë i qetë. Nuk ka qenë se li të lutem voto tani. Një sekond. Nuk ka qenë se li të lutem voto tani. I kam thënë, po nuk e di që ti. Po flas. Po për ti te nuk e drejt, moj. Nuk po për ti te nuk e drejt. Edhe Miri mund ta konfirmoj. Po se ditë s'ke qenë aty. Nuk e qenë sepse nuk i pëlqen Po jemi taku 3 herë, Roman. Mali treku 3 herë. Tanin ose Bebixhin. Dhe unë u çudita sepse Miri rrinte 24/7 me Bebixhin e thash çfarë do ky që unë votoj Tanin, kur ky mbështet Bebixhin. Dhe kur ka ardhur herën e dytë kam thënë, "O Miri, kë ke votuar ti?" Unë kam votuar Bebixhin. Po ti voto Tanin ose Bebixhin ka thënë se lidhë voto Tanin. Kupton? Ai ma lata për të thash. Okej. Po ato 3 votat të tjera, ku kanë shkuar thamë nuk ka rëndësi, thashun po ka rëndësi. Si një njerëz që merret vesh shumë mirë me mua, duhet ta kisha kuptuar që Selini ka tjetër plan. Po nuk është rasti Mirit. Po thjesht më vjen shumë që të paktën. Selina, ditë themi gjë që ti për komisionin në zgjedhje je perfekte për mundin votash. Po do ta mendoj Monika se duhet bëni shkollë dy se ma kanë komentuar këto ditë që kam vetëm një shkollë. Okej, Arbër, si e shikon ti? Tani, unë e shoh një herë komplet të pandershme që të flitet për Selinin dhe të mos i lehet koha që të flasi. Sa herë flet Selini, ai del mbi Selinën. Jo, asnjëherë. Po. Asnjëherë. Po. Asnjëherë. Ajo ka folur gjithmonë. Dëgjoj. Le tani se ti këtë gjë o Arbër, hajde. Do bëjmë një Po fola unë tani fola vetë. Do bëjmë një marrëveshje. Mos më ndërpri dhe nuk të ndërpres. Vazhdo me Arbër, okay, ha. S'ke ku gjen tani. Po nuk më intimidon dot, jo. Tani, një aleancë. Do më lësh flas? Hajde. Të lutem. Asti mua jo. Do më lësh të flas? Asti mua jo. Çfarë jo? Është reciproke, Po më lër të flas. Po Fona, foli çik ti. Po pra të i them, dashuria dhe urrëtia janë reciproke, kështu që mos shprehni ndjenja nëpërmjet ekranit. Tani,
nuk ka një aleancë e cila bazohet në strategji, e cila të jetë e suksesshme dhe të mos ketë kontributin e të dy palëve. Po patjetër, më kush hodhi poshtë. Po mirë, le ta marrë konkluzonin në burr. Po të them se apoja nuk ke frikë. Po jo, më ta marrë burr. Tani, s'ka ne gjë. Nuk ke asnjë moment gjatë këtyre ditëve që dalë Selini dhe të flasin në përcepa siç flet ky. Ta shohim. Se s'doli. Jo, nuk ka. Kam dëgjuar se nuk ka. Pse ke qartë? Nuk ka. Pse ke qartë? Aq më tepër. Shikoj këtu se vjen te neshi. Bona foli çikti. Pse ke qartë? Bona foli pak. Ku i kërkove fal. Foli zoni tash. Lere Monikën flasë. Foli. Miri se. Miri Miri. Gënjeshtare, me një krizë se tu biseda jote dhe një gimo as nuk tjetër. Ai s'ka qenë prezant. O Miri, po pse? Dhe një gimo, po ta përgjigjesh. Më dëgjon, pse e ke kaq të kollajt që kur flet dikush i cili është duke ta mbajtur rrafsh mban qetësi, dhe kur flet dikush i cili ka një mendim ndryshe nga ajo që të shkon të përmbar, po atëre lëre more ta mbaroj. Selini ti the, më lër të gënjej. Lëre Arbrin të gënjej me tënden. Vazhdo gënjej Arbrin. Rrofsh, tani, e di pse jeti gënjeshtari më i madh? Sepse për 60 ditë në radhë, të dyja pat hajrin deri diku asaj marrëdhënie që krijuat. Dhe menjëherë kur Selin kuptoi që ti kishe filluar me rujt masdere për marrëdhënien që ajo filloi të krijonte, shfaqe shenja xhelozie dhe ajo filloi të bëjë lojën e vet. Në këtë moment ti je kthyer asaj në një armik dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ke folur keq për atë vajzë, madje në një moment kur Rogerti i përmendi atë situatën e paragjykuar aq shumë herë te krevatit, ty tu boj qefi. Edhe aty do ta kishe mbrojtë. Di pse? A di pse? Po. Sepse kur prishesh me një njeri që për mua nuk është besprerja ajo që ka ndodhur midis, edhe pse ti do ta përdorësh dhe ti me Selinin do merresh, nuk e loj tjetër si për mirë si për keq. Unë nuk jam marrë me Selinin fare. Je marrë me Selinin ti, kisha aty. Po pyesi të gjithë u jap përgjigje. Të ka interesuar ti japësh përgjigje, Të ka interesuar ti japësh përgjigje, se po mos doje ti e mbylli siç e ke mbyllur më përpara që mos u flisni mua se di vetun atë punë. Po të ka interesuar. Kisha përballë mor. Kjo marrëdhënie. Kisha përballë atëherë. Kjo marrëdhënie. Kur ndahesh me një njeri, mënyra se si ti flet me të tjerë me atë njeri tregon që ti asnjëherë se ke pasur sinqeritet marrëdhënien me këtë. Asnjëherë se ke pasur sinqeritet. Pra, ky mund të duket vetja i përdorur. Po ti nuk e ndjen veten që e ke përdorur atë? Sepse ashtu siç ke thënë dhe ti, kryefjalë ka qenë marrëdhënia jote me Selinin apo jo? Pra ti nuk e pas ke përdorur atë. Atë përgjigja po pyet, çfarë po? Po të pyes. Atëre, e para e punës unë nuk e kam përdorur. Fare, një sekond. Pa parë. Unë nuk e kam përdorur. Nuk e kam përdorur, po jep një sekond. Po një sekond more. Nuk e kam përdorur sepse nuk e kam marrë këtë vajzë me dhunë në këtë lojë. Ka qenë, po nuk besoj se të ka marrë ajo vajza me dhunë. Nuk besoj se të ka marrë ajo vajza me dhunë apo jo? Çish kam rritë? Me dhunë thoj za më o Ledion tani as ti se kupton. Se jo, unë e kuptoj, ti nuk po e kupton. Ti thua, nuk më bali, a mund të flas valla, kur të vi ty? Nëpërmjet Selinit. Po flas valla, do të përgjigjesh. A mund të jap përgjigje? Keni rritë këtu nëpërmjet njëri tjetrit. O mal, mos e komente këtu, o mal, po bëna gjë për veten, o mal. Nëpërmjet njëri tjetrit. Okej, do ta bëjmë kështu. Të ngrejnë dorën, sa prej jush aty brenda në shtëpi, mendojnë që nuk e ka përdorur fare Miri Selin. Sa prej jush e mendojnë këtë gjë? Askush, Miri, as ti vet nuk e besoke këtë gjë, se të paktën do të ngrejnë dorën. Një sekond. S'ka problem. Atëre Ledion, a mund ta jap përgjigjen të saktë apo ta lësh patjetër? Atëre. Arbi. O mali, o vlla, po si sekond më. Po e kam numër. Atëre banor me radhë, ta dëgjojnë përgjigjen e Mirit. Në rregull, Ledion. Ta dëgjojnë përgjigjen e Mirit. Jam dakord me komentin e Arbrit. Është fiks kjo. Okej, dakord. Unë nga tani e tutje për Selinin nuk flas dhe nuk jap asnjë koment. Alisio, të pash ngritë dorën, çfarë doje të thoja? Tani çfarë do ty dhe Mali prapë edhe këtu? Ka përdorur pa ish imazhin, pa ish imazhin. Mbaroj Mali. Pa insinuar. Jo, po se e ngritë dorën Alisio dhe më përpara kam përshtypjen, po. Alisio.
një gjë është bërë si ai filmi Dinastia, kjo historia e Selinit dhe Mirit, po është një punë që unë Mirë më thash shumë, se jemi edhe shumë. Dhe kjo më duket një histori e, si mund ta them ty, që kanë përdorur të dy njëri tjetrin në një mënyrë të përbashkët. Po mos e ngrije dorën pra atëherë. Po e gjëra që tha përdor Mirë. Atë për Mirë. O Ledion, po kush të lë? E përbashkët. O Ledion. Nuk më ka përdorur. Mirë, sekond, Mirë. Jemi përdorur pra se një lojë. Po s'të lë njëri. O Ledion. O Mirë. Ka mbaruar ky. O Mirë, një sekond dha. Vazhdoni. Kjo është 50-50, o Ledion. As 49, 51, po 50-50 e kanë përdorur të njëri tjetrin, tani t'japim një çik. Japim çik mundsi Selins dhe Gimbos të shohin njëri tjetrin gjën më të bukur. Okej, Monika. Ju mendoj që kur flasim ne këta në shtëpinë e hiç se këta nuk flen dëgjojnë. Jo, se ata duhet, ata të flasim ne, ne mos i dëgjojmë ata, që ata na dëgjojnë çfarë themi ne. Po bëjnë kot ata se ne nuk dëgjojnë se i kanë. Unë mendoj që duhet na dëgjojnë se shkojnë si e jo Mazej ose Majt të Fanës, pastaj dhe s'dalim aty ku duhet. Unë kam dy gjëra për t'i sqaruar dhe për t'i thënë. Sepse edhe për ta kundërshtuar pak Arbrin kur thotë që e ka përdorur Selin. Jo. Unë e shikoj në një kënd vështrim tjetër Arbër. E ka Selin, po vdiqja pra tu çu dorën, po Ledioni fokusohet ka ata. Po ka më shumë ata se sa këta. Ata janë 24 orë në 24, ne vetëm 5 orë jemi këtu me ta. Ke të drejtë motor. Kështu që po më vlla. Kështu që unë e shikoj në këtë kënd vështrim. Selin i premtoi që në fillim Miri që ne të dy të shkojmë në finale së bashku. Dakor. Nuk ishte nata e parë, nata e dytë. Të lutem ta mbaroj. Ishte nata e parë, ishte nata e dytë, unë isha e pafashme në këtë marrëdhënie etj. Ama Selin kuptoi shumë mirë kur Miri doli në 5 të preferuarit e parë, që ishte Miri, ishte Stine, ishte Brikena, ishte Kristi dhe Ilir Vrenozi. Dhe Selin nuk ishte. Atëherë Selin e kuptoi, si unë mund të hyj dhe të kap primadonën në skenë. Kush ishte? Atëherë tha, unë po e vazhdoj lojën e krevatit, edhe pse rastësisht Kristi ja dha një shans dhe një mundësi, atëherë Selin tha, dhe me njëherë mbas kësaj, Selin doli e preferuar në treshën e parë. Selin, Miri dhe Kristi. Dhe po ta shikojmë këtë gjë, ishte krevati që i dha mundësi. Por krevati është metafora që ne përdorim, sepse faktikisht ishte Miri që krijoi lojën duke marrë dhe Selin. Do themi ne çfarë? Miri mori kostot mikuris. Se Miri u akuzua nga Rogerti, Miri akuzoheshte nga Mateo, Miri akuzohet nga Krisi, Miri akuzohet nga gjithë. Por marrëdhënien me Selin. Me të drejtë apo pa të drejtë sipas teje? Por mua pa të drejtë, sepse ka një gjë. Jo ta mbaroj Selin. Se Arbri thotë që flet Miri më shumë, po ti masim me fjalë ti flet më shumë. Akuzat e para kanë ardhur në trajmin e dytë nga Mali. E ke xhiron më shpejt. Tani unë do të them dy gjëra. Pa të drejtë. Miri të ka puthur ndonjëherë, Miri të ka prekur me dorë ty, Miri të ka e ka fërkuar. Jo. Ka fërkuar. Edhe ajo ka fërkuar, tek çu i bie. Se po të gjë fërkimet ne, nuk e di. Miri thashë ka fërkuar. Miri kemi parë në video, nuk thashë. Ti flet për të fërkuar, po për të përqafumen. Po pra po, e përqafumja është më shumë se e fërkumja. Për mos u marrë me këtë gjë, pra në këtë këndvështrim, unë prap nuk të gjykoj, as ty, as Miri Selin. Por unë gjykoj mënyrën e ndërprerjes së marrëdhënies, sepse ty nuk të talonte. Asnjëri që ti të bëje lojën tënde dhe bravo, ti bëje lojën tënde. Por do ta marrësh përsipër edhe koston që të përballesh me metodologjinë e mënyrës së bërjes lojës tënde aty. Unë mund ta kem gabim, por unë kështu kam të këndvështrim kam. Selin një përgjigje të shkurtër se pastaj do të kalojmë. Do të them Monikës ke shumë të drejtë, edhe e vlerësoj shumë mendimin tënd, edhe unë mendoj njësoj si ti. Nëse loja ime tani më ka rënë dhe unë nuk jam një lojtare e fortë dhe gjithë rrugtimi im ka qenë vetëm Miri, atëherë ka një publik atje jashtë, lirisht mund të më nxjerrë që javën tjetër. Shumë faleminderit për fjalët, ke shumë të drejtë. Faleminderit. Atëherë dua të kaloj në një moment tjetër sepse sa i përket kësaj marrëdhënie ka një mendim. Gimbo ka bërë një deklarat e cila, le themi, është, po themi, një këndvështrim i raportit. E shohim bashkë. Unë e mendoj që Miri për një me ko ndjenja për si qikë. Edhe thomë haptas. Unë e kumë po që ka gjelozi. Unë e di. E shë të redë me mu e kështu kështu. E shë nësi e që ka puqin, kështu e kështu e kështu.
Unë jem të nejnë Selinin, a i këshyrë, kësajnë i prishit qera. Veç duhet me shti në kry që i burr i martum me fmi, që kjo është. Nëse unë isha kon burr i martum, jashtë, grunë, fmi. Jo, unë e ma përbore kësha përnu me dalë, krejt me dalë. Ose, nuk e kësha qu punën deri që të ma vetë që me non pikë pytje që a jemi as jemi, a vdojnë. Ftyrës ma kishë bërë. Deklarata është e